Lau Konjufca, I cili ka ardhur, po besojnë asësh, por që në përkraje të kombëtarës së Kosovës. Besojmë shumë në ekipin tonë, cilësia e lojtarëve tonë është evidente, për këtë nuk është që po flas vetëm unë, as vetëm ne si popull, për këtë po flet edhe bota. Për ngritjen e Kosovës në futboll, kjo është evidente në vitet e fundit. Edhe na ndajnë vetëm 180 minuta dhe jo më shumë nga pjesëmarrja jonë në kampionatin botëror. Ne patëm një takim me lojtarët tonë së bashku edhe me kryetarin e federatës, zotin Ademi, edhe me selektorin Foda, në mënyrë që ta kemi edhe në mënyrë ekipore moralin edhe vendosmërinë e duhur që kur të hymë në fush vërtet të hymë me një vetbesim dhe me një optimizëm për rezultatin më të mirë. Kjo është ajo që na duhet në këto momente. Kjo është edhe arsyeja pse së bashku jam këtu edhe me shumë, le të themi, figura të jetës publike që edhe përfaqësojnë institucionet tona. Ishte edhe ministri Gashani, së bashku me të jemi këtu po marrim pjesë. Janë edhe disa kryetarë komunash që po e mbështesin kombëtarën tonë.